Andaj, aja po shkaktor, aja po sebeb që një antar të familjes me kthyn këtë islam. Ti një mërë njerëzit e ndonë shtratin me grue, e ndonë jetën me grue, e nuk arrit gruën e vetë me kthyn rrugë të Zotit. E vladin e vetë që është pasunia apo begatia e zemrës, knaqësia e synit, e vladin e vetë e ka pa namaz, nuk e ka kufra problemi heq. Njëjti duket, si me namaz, si pa namaz. Pa e dini që nuk ka ma fatkeqësi, as nuk është kanceri, as nuk është diabeti, as nuk është sida, as nuk është tensioni, as nuk është ajo sprove madhe që është sprove me pas e vladin pa namaz, me pas vllon pa namaz, me pas motrën pa namaz, me pas nipin e mesën pa namaz. E dini mërë që nuk ka gjëna ma të madhë. Se thot dikush, jo, Allah, rakis, po pinë, drogë, jo, këto, jo. Po krejt ato janë ma të vogla se sa lonja namazit, o vllazni, pina alkohol, spine, e ke boni haram. A mu e le namazin, e le dinin, e le Allahun, e le Kur'anin, e le sunetin, ka po do me shkue. E ke logarit ku po shkon, ka e ke mësuj pa Zot, ka e ke mësuj pa pejgamber, ka e ke mësuj pa Kur'an. Nuk ka xhenet, s'monesh me rajt njerëzit pa Zot me hin xhenet, s'monesh me hin. Andaj, shumë kush e ka fatkeqësim, brenda familjes edhe është çka, është familjarizue, edhe natyrë shumë e pranon, do me thonë, kanë edhe ato që e kundërshton fenë e Zotit. Andaj vllazën, bënë shkaktar mas pari për familje. Pastaj, nuk ka vllazën pasuni e madhe me lanë t'i pare në bankë, nuk ka pasuni e madhe me lanë t'i shtëpia, me lanë villa, me lanë kerë. Pasuni e madhe është me lanë i njëri kur del në ditën e gjykimit e i thotë, ja Allah, o Zoti jam i dashur. Shkaktar që unë ty të kom adhuru 1 vjeta, 2 vjeta, 10 vjeta, 50 vjeta, o kon filani i biri filanit. O krejt me të qitë ty njën e nanë atje kur delsh para Zotit. Veç që këj person që po dëshmon se ti e bo sebeb, e ajo këthyë në islam, në praktikim të fesë, për ty o me mirë se sa krejt dynjaja dhe çfarë kanë të me të adhonë Zotin ditën e gjykimit. A kena mundësi? Po që s'kena mundësi. Unë e që ditëna, isha do të nëns të rrinë bashkë. Janë rritë bashkë, janë shkollu bashkë, jetojnë jetën bashkë, vjen koha namazit, këtë qohet, sikur me shku me bona e farë gjenoj, më farë një veç pak, edhe si të të zdi që i si frikacak, thu që të bona e farë krimi, ja ata kishë janë aty në mirë, në hak, në të vërtetën, të në hajtaj që shkoj, ja dhon lejen, e kishë shkon falet, e nuk ju thët atyne, po që në mërë e Zotë jo në Zotë, që në mërë e Zotë jo drejto, po që përbani këtë mërë. Allah, që 40 jemi shok, asë e këmë nguc, asë më ka nguc, unë e te më najtë vetën. Për çfarë shoku është taj? Për çfarë shoku je ti mas pari, që nuk e thirë në të vërtetën ato që është duke ndjek të humburën, rrugën që si jep asë dynjan, asë ahiretin. Andaj, vllazën sa ma afër njëri tjetrit. Leni vllazën ato, thashe thamet, qile wa qal, e pyetjet e pat nevojshme, të tepërta. Sepse gjërat që na bashkojnë si xhamat, si besimtar janë shumë më shumë se sa gjërat e vogla të cilat munden me na nda neve. Andaj lutem Allahun Teala që të gjithë neve si besimtar musliman këtu në vendin tonë, kudo që janë musliman të na bashkon. Sepse ashtu na don Allahu, ashtu është Allahu me neve, ashtu është mëshira e Zotit me neve dhe ashtu është edhe ndihma e Allahut te bareke ve taala. Edhe një mesazh të shkurtër të nderuar vëllezër. Për me unifiku radhët, për me qenë bashkë, edhe për me qenë suksesshëm o vllazën, këtu do të me fillu, piknisja këtu është me qenë bashkë. Xhamit nuk janë o vllazën vetëm për 5 kohë namazit. Hishte pejmenes të, ky është versioni më i shkurtë dhe më i pa kompletuar me mendu se xhamia është me i fal 5 kohë dhe mbyll në xhami. Edhe keni pohë që shumë xhamia po mbyllen mas kohës namazit. O vllazën, xhamia është vend ku të bohen sikur në universitet që shkojnë i madh i vogël. Duhet me u zhvillu xhamati brenda xhamisë, duhet me u ngrit xhamati brenda xhamisë. Unë e kryeta misionin tim. Sa herë po ju tham urdhani xhamatin gjithmonë me gjet nderse nuk i gjen. Mësimet Kuranit nuk i gjen. Mësimet hadithit nuk i gjen. Mësimin e dispozitave të shariatit nuk i gjen.
A valla, me shku në për restorane, në për kafe, vallahi edhe dorën s'po na lën me shtin xhep. Allah i shpërblef, po në ka i respekti madh. Respekti madh është me nderu shpinën e Zotit, me marr pjesë në aktivitete, me prezantu nderset hoxhallarëve. Na ka begatu Allahu mbi 30 xhami, 33-4 xhami me mesxhide e kemi në këtë qytet. 3-14 derse gjatë javës. Mirë po prezenca është sikur ne jemi këtu 1% ose 2%. Kështu më na po dikush në për derse xhamia të kryeqytetit konstaton se në Prishtinë muslimanët janë 2%, ashta, maksimumi 3%. Ana jemi numër i madh. Edhe ju shuna të ri, merrni këtë mesazh. Harrojeni që keni më mësu fen prej Facebookut, Instagramit, TikTokut, YouTubes atje. Shumë kushtet po edhe ju hoxhallar po i qesin për ata që janë këtu. Se për këta që janë këtu nuk qiten ato, nuk publikohen. Këta do të me qenë prezent këtu. Se dhe mësimet e gjeografisë, e të matematikës, e të fizikës, Ministria po i publikon, për kanë, për ata që s'kan mundësi me shku në shkollë. Se ata që shkojnë në shkollë do të me shku në fakultet. Se nuk dina e fakultet që t'jep diplom, ti një ka aty mësimet prej YouTube-s apo një që prej dikuj tjetër për një farë programi, edhe me thonë fond amra diplomën, pse unë ju kum ndjek online, amo fizikisht s'ka marrë, do të marrë fizikisht. Allah inshallah na udhëzon e na drejton edhe na bashkan aty ku Allah është i kënaqur.